Po të hysh në website-in e Bashkimit Evropian dhe të konsultohesh për politikën e përbashkët agrare, atje ka disa postulata që janë të padiskutueshme. Biznesi bujqësor është biznes 40% më pak rentabël se çdo biznes tjetër, çdo lloj tjetër biznesi që kryen njeriu. Duke qenë kështu, i vetmja mundësi që njerëzit merren me këtë biznes është subvencioni direkt apo përkraja apo mbështetja e shtetit. Dhe ata e kanë të bazuar politikën. Në 91-shin 60% e fondeve të Bashkimit Evropian shkonte për bujqësinë. Sot shkojnë 31% e fondeve të Bashkimit Evropian shkojnë te bujqësinë. Kurse ne jemi limitet që 1.5% e buxhetit ton shkon për Ministrinë e Bujqësisë dhe 30% e kësaj shume shkon pagesa direkte për fermerët. Jemi shumë larg këtyre politikave dhe të falenderoj për pyetjen. Ky është qasja që kam unë ndaj. Po, në raport me këtë deklaratë, edhe pse duket se një fokus i madh i ministrave të rinj apo emërimeve që bëhen e drejtojnë syt nga bujqësia, prap ndoshta edhe buxheti nuk është mjaftueshmërisht i duhur për situata të tilla. Kjo është provuar tashmë, që buxheti nuk është ai i duhuri, i krahasuar nga të gjitha pikpamjet dhe me të gjithë aktorët. Po të shikosh buxhetin krahasuar me nevojat. Këshilli i Agrobiznesit në një sondazh që ka bërë për të realizuar minimumin e nevojshëm të aktivitetit për të mbështetur sektorin privat në radhë parë dhe detyrimet e tjera që ka shteti për të mbështetur bujqësinë, i duhen edhe 90 milion euro të tjera. Nga 160 milion që është sot, i duhen edhe 90 milion euro të tjera që të mbështes minimumet e domosdoshme. Po ta shikosh të krahasuar me rajonin. Përsëri, rajoni Z 3-4% të prodhimit të përgjithshëm ja dedikon sektorit të bujqësisë dhe ekonomisë së ushqimit në tërësi, ndërsa ne shkojmë deri në 1.5%. Njëkohësisht tek shpenzimet, ne shkojmë deri në 2.1% të buxhetit të shpenzimeve total. Pra në këta tregues që ne jemi në nivelin e të gjithë aktorëve të tjerë të krahasuar. Shikohet, është për të theksuar që buxheti vjen në rritje duke krahasuar nga viti në vit, por kjo është një rritje që nuk përballon nevojat minimale të sektorit të bujqësisë. Dhe kjo është çështje që duhet parë në këndvështrimin e programit afatmesëm dhe të programit aktual të bujqësisë. Bujqësia realisht nuk mund të jetë një sektor strategjik dhe nuk është sektor strategjik, por është sektor jetik. Që do të thotë që është sektor më i rëndësishëm se sa sektori i strategjik. Eduardi e përmendi rëndësinë që ka nga bujqësia për sa i përket sigurisë kombëtare, që është element kyç dhe në këtë moment që ne po jetojmë, kjo bëhet akoma më dominante, bëhet akoma më emergjente për ta parë si proces. Pra, për mendimin ton dhe ekspertët në tërësi bien dakord në këtë fushë, për këtë çështje, që niveli i absorbimit sot të fondeve tona është akoma në nivele të mira, sepse nëse ne do vazhdojmë kështu me këtë nivel financimi, ne do të jemi nesër përballë një mos disbursimi fondesh në një vështirësi tjetër të mos disbursimit të fondeve. Dhe natyrisht kredia sovrane nuk u asimiluan bujqësia as 1%, zotin. Jemi gjatë në atë stad. Ky është risku më i madh që ne na pret dhe që duhet ta eliminojmë tani, se më vonë ne do ta kemi shumë të vështirë për të përballuar, pastaj mund të kemi burime financimi, kemi dhe sot burime financimi, por kushtet e zhbllokimit të këtij financimi janë të tilla që fermerët tanë nuk do i përballojnë dot. Dhe ky është problemi i madh që ne duhet ta kemi parasysh tani. Nuk e ngrem zërin për të nxjerrë situatën për këtë sektor. Është e rëndësishme. Absolutisht nuk e ngrem zërin për këtë çështje, por nga eksperjenca që kemi dhe nga ajo çka po ndodh, ne mendojmë që është më mirë sot të ngrem zërin sot, që të rregullojmë ç'mund të rregullojmë sot, sepse nesër do të jetë shumë vonë, po do të jetë edhe me një kosto shumë herë më të madhe se sa ajo që kemi që ne mund të përdorim sot. Pra, nëse ne përdorim sot 1 lek dhe marrim diçka prej saj, nesër mund të përdorim 10 e mund mos marrim asnjë lek, vetëm mund të përballojmë vetëm dëm. Nesër mund të jetë shumë vonë. Shumë vonë. Do shkëputemi tani për një hapësirë të shkurtër publicitare, do rikthehemi sërish së bashku vetëm pas pak.